Vajza gjen një monedhë të çuditshme në pyll. Të nesërmen, policia vjen për të arrestuar vajzën. Ishte një zbulim i jashtëzakonshëm. Stacy nuk mund të besonte syve kur fshiu pluhurin nga monedha që sapo kishte gjetur me detektorin e saj të metaleve. Monedha duket sikur ishte bërë prej argjendit të pastër, me një shenjë të çuditshme të gdhendur mbi të. Stacy ndihe shumë krenare për gjetjen e saj. Ai postoi një foto të saj në internet, diçka që më vonë do të donte mos ta kishte bërë kur. Të nesërmen, ajo u zgjua me policinë që rrethonte shtëpinë e saj. Kjo nuk duke një gjë e mirë. Stacy sapo ishte zgjuar dhe gjëja e fundit që priste ishte të shihte policinë në derën e saj të përparme. Ajo nuk mund ta besonte atë që po shihte dhe madje mendoi se po ndëronte. Por një gjë ishte e sigurt, madje edhe për Stacyn e vogël, kjo ishte diçka serioze. Stacy ishte mjaft e zgjuar për të menduar menjëherë për monedhën. Pas gjithçkaje që kishte ndodhur, që kur e gjeti, ajo e kuptoi shpejt se monedha ishte arsyeja e vizitës së oficerëve të policisë. E po, ishte shumë më tepër se sa thjesht një vizitë. Ky ishte një arrestim shumë i pazakontë. Nuk ishte asgjë të pafajshme në lidhje me këtë monedhë. Dhe meqense e vogla Stacy ishte ajo që e gjeti, as ajo nuk konsideroi më e pafajshme. Vetëm pak minuta pasi pa policinë përpara shtëpisë së saj, Stacy ishte në sedilin e pasme të një makine policie për të mos qenë më kurrë e njëjta. Por çfarë ishte kaq e çuditshme në lidhje me këtë monedhë? Në çfarë e futi Stacyn? Pse u përfshi policia? Dhe pse Stacy e varfër nuk ishte më kurrë e njëjta më pas? Por para se të fillojmë, shtypni butonin pëlqej. Siguroni që të abonoheni nëse nuk jeni abonuar dhe shtypni zilën e njoftimeve në mënyrë që të mos humbisni asnjë histori të re. Dashuria e Stacyt për të kërkuar thesare në tokë nuk erdhi nga askund. Ishte gjyshi i saj, ai që i mësoi gjithçka. Zakonisht, Stacy shkonte në plazh për të kërkuar thesare, por pak para se gjyshi i saj të vdiste, ai i tha të shkonte në pyll. Një rastësi, apo e parashikoi se çfarë do të gjente ajo? Stacy nuk e kuptonte vërtet pse gjyshi i saj donte që ajo të shkonte në pyll. Ai ishte thjesht një vajzë e re që donte të gjente sa më shumë të ishte e mundur, kështu që vazhdoi të shkonte në plazh me detektorin e saj të metaleve. Dita kur ajo më në fund shkoi në pyll, nuk ishte gjë tjetër veç se një rastësi. Një rastësi që do t'i kthente jetën përmbys. Dita për udhëtimin e saj të parë kishte ardhur. Plazhi ishte mbyllur për shkak të erave të forta, kështu që ajo shkoi në pyll herët atë mëngjes, çuditërisht e emocionuar për të eksploruar një vend të ri. Stacy i kujtoi udhëzimet e gjyshit të saj. Ai tha të ndiqte një shteg rëre dhe të fillonte kërkimin e saj menjëherë pas një lisi të madh. Dhe kështu bëri. U deshën vetëm disa minuta para se detektori i saj të aktivizohej. Ajo gjeti disa gota të vjetra, asgjë shumë të veçantë, por i mbajti ato, duke menduar se gjyshja e saj mund të ishte interesuar për gjetjet e saj të para në pyll. Pastaj ajo gjeti diçka shumë interesante, gëzhoja plumbash. Ishin të paktën 5 prej tyre. Stacy vendosi t'i merrte, duke dashur të sillte gjithçka që gjeti në shtëpi. Por ajo që nuk vuri re ishte sa të freskëta ishin ende gëzhojat, diçka që policia do ta gjente shumë interesante më vonë. E hetur për të gjetur më shumë, Stacy vazhdoi të gërmonte në të njëjtën zonë. Nuk kaloi shumë kohë para se të gjente edhe monedhën e çuditshme. Ishte e madhe, të rësisht argjendi dhe çuditërisht, duke se ishte nga një kohë tjetër, pavarësisht se i ngjante një monedhe më moderne. Ishte monedha që do ndryshonte jetën e Stacyt. Ajo e mori atë në shtëpi. Askush nuk ishte aty kur mbriti, gjë që e bëri të vendoste ta ndante zbulimin e saj në internet. Ajo kishte një faqe të dedikuar për gjetjet e saj dhe ishte mësuar të merrte disa reagime, por jo të bëhej virale. Ajo shpejt do ta mësonte se çfarë do të thoshte kjo. Pas postimit, Stacy bëri një dush për të ngrohur nga dita e ftohtë në pyll. Ajo mori diçka për të ngrënë para se të kontrollonte telefonin e saj. Duke pritur vetëm disa pëlqime ose komente, ajo trondit kur pa se postimi i saj kishte shpërthyer. Kishte komente të panumurta, shumë në gjuhë të ndryshme dhe shumica nga profile anonime. Pastaj një koment i troqi vëmendjen. Ishte nga një burr i moshuar që i ofronte Stacyt gjithçka që kishte në këmbim të monedhës. Ajo nuk mund ta besonte atë që po lexonte. Burri kishte një kërkesë. Ajo duhet ta fshikte postimin dhe të mos i tregonte askujt për të. Stacy filloi të pyeste veten se çfarë ishte kaq e rëndësishme në lidhje me monedhën.
Pak më vonë, ajo dëgjoi nënën e saj të vinte në shtëpi. Stacy vrapoi poshtë shkallëve, e ejtur për t'i treguar gjithçka. Por nëna e saj mezi dëgjoi, shumë e zënë duke mbajtur ushqime. Stacy e ndihmoi dhe, pasi mbaruan, i tregoi postimit. Por diçka kishte ndryshuar. Postimi ishte zhdukur, ishte fshirë plotësisht. Kush mund ta kishte bërë këtë? Nuk shkelte asnjë udhëzim, ishte thjesht një postim i padëmshëm, edhe më keq. Nëna e saj qeshi duke konsideruar si imagjinat fëminore. Ky qëndrim ndryshoi shpejt kur shtëpia e tyre u rrethua papritur nga policia. Stacy u kthye në dhomën e saj dhe kontrolloi llogarinë e saj. Ishte ende aty, vetëm postimi mungonte. Ajo shpletoi fotot e tjera të monedhave dhe uri re diçka të çuditshme. Adresa e plakut i kishte pëlqyer të gjitha fotot. Ai nuk kishte komentuar, por kishte parë gjithçka. Stacy nuk ishte naive. Ajo e dinte se kishte një ndryshim të madh midis pëlqimit të postimeve dhe ofrimit të gjithçkaje që zotëronte për ta zhdukur një të tillë. Megjithatë, ajo e mande llogarinë në mendjen e saj. Ndërsa Ranata, Stacy lodhej, por nuk mund të ndalonte së menduari për plakun. Ajo donte përgjigje. Nëna e saj nuk mund ta besonte, kështu që vendosi të rrezikonte. Ajo shtoi plakun, madje i dërgoi edhe një mesazh, vetëm një përshëndetje të thjeshtë. Ajo la telefonin minjan, duke pritur një përgjigje në mëngjes. Dhe një përgjigje ishte pikërisht ajo që mori, së bashku me gjitha pasojat që vinin me të. Pasi i tha natën e mirë nënës saj, Stacy shkoi në shtrat. Të nesërme në mëngjes, ajo kontrolloi telefonin e saj, posta ende nuk ishte, por kishte një përgjigje. Plaku kishte shkruar: "Natën e mirë dhe fat të mbar nesër, do të duhet, o kriminal e vogël." Stacy mezi pati kohë ta përpunonte mesazhin para se të shikonte nga dritarja. Makinat e policisë mbushën oborin. Oficerët rrethuan shtëpinë. Ajo bërtiti nënës së saj: "Çfarë ke, dashur?" pyeti nëna e saj, duke nxituar brenda. Pastaj e pa edhe ajo. Asnjëri prej tyre nuk pati kohë të reagonte para se të urdhëroheshin të hapnin derën e përparme. Një oficer kryesor hyri brenda dhe kërkoi me vendosmëri një vajzë me emrin Stacy. Stacy pshërëtiu dhe pranoi se ishte ajo. Nëna e saj kërkoi një shpjegim, por oficeri e injoroi. Ai tha se nuk kishte zgjidhje tjetër veç se t'i çonte në stacion. Stacy shpërtheu në lot. Nëna e saj u përpoq ta ngushëllonte, duke këmbëngulur se e gjitha ishte një gabim. Ato u çuan menjëherë në stacionin e policisë. Menjëherë pasi mbërritën, më në fund mësuan të vërtetën. Ishte plaku, ai e kishte futur në kurth Stacyn. Moneda ishte jashtëzakonisht e rrallë dhe ishte vjedhur së fundmi. Plaku e dinte këtë dhe ishte përpjekur ta blinte dhe ta fshinte nga interneti përpara se policia ta zbulonte. Kur e kuptoi se ishte tepër vonë, ai e akuzoi. Stacy u lirua pak më vonë dhe madje mori një tarif bujare për atë që e gjeti monedhën.